Zotja Abile, për të ardhur në Europë, lajmi kryesor ditë e fundit ka qenë vendimi i Trumpit për të tërhequr trupat amerikane nga Europa, nga Gjermania, edhe nga Italia, nga vendet e tjera. Ju si keni parë këtë lëvizje? Merret si kancelari gjerman tha që me trupat nuk është se mbroj vetëm Gjermania, po edhe Shtetet e Bashkuara. Pra, një lëvizje e fortë kjo, mas shumë dekadash. Ndoshta mund të shënoj edhe fillimin e fundit të NATO-s, por frika më e madhe normalisht e jona është që mos ndoshta na prek edhe bondsfidhin në Kosovë. Tani Trumpi po kalon në veprime konkrete lidhur me NATO. Mbasi ai ua ka shtruar, ua ka bërë të qartë politikanëve të Evropës se çfarë masa duhet marrën për ta mbajtur në këmbë NATO. Dhe Evropa, siç është Evropa, me shumë probleme politike e tjera, akoma nuk po i del gjumi në këtë drejtim. Dhe atëri Amerika vendosi që ata ushtarak që varen nga unë, që paguhen nga unë, që mbahen nga Amerika aty në Evropë, do t'i tërheqë gradualisht sepse kursehen paratë e taksa paguesve amerikanë. Dhe e vetmja mënyrë për t'i mbajtur këto atje është që të rriten pagesat e vendeve europiane për të mbajtur njësitë e NATO-s në gatishmëri. Këtë nuk duan ta bëjnë evropianët. Evropa është komplet në gjumë në këtë. I janë situatës së viteve 1930, kur Evropa flinte e gjumë dhe fashizmi po lulëzonte dhe po pushtonte botën, me tendencën të pushtonte botën. Evropa vazhdonte dhe ta përgëdhelte fashizmin dhe ju hapi rrugën në gjitha drejtimet. Është po kjo situatë. Kështu duket sikur po e hapet rruga edhe Rusisë, sepse me largimin e trupave amerikane. Po, patjetër, sepse Trumpi, duke qenë një biznesmen, e llogarit çdo gjë nga ana financiare. Unë paguaj, thotë, do të paguni dhe juve. Evropa s'ka qef të paguaj, bile ju tha hapur që me paratë amerikanëve ju politikanët e Evropës po ndërtoni vila. Nuk mund të lejojnë në këtë. Nëse doni të mbroheni, duhet të investoni. Nuk ka qef njeri të investoj, sjellin probleme nga më të ndryshmet dhe tani kur ai është shtangon një çik lakun, atëri hidhen për pjetë. Sepse ai tha do heq 5.000 specialistë amerikanë nga Gjermania. Pastaj do t'i vijë rada Italisë dhe Spanjës, të cilët janë indiferentë në këtë drejtim. Më shumë kundër pothuajse në gjitha operacionet e kundër Trumpit. Ka dalë kundër, po fuqia ekonomike e Spanjës është e vogël, edhe në krahasim me Evropën dhe me Amerikën që nuk matet dot. Po Spanja duke qenë çik minjana, ndeja që nuk e ngasmon njeri, mendon që mund t'ia hedhë me kështu veprime të thjeshta mashtruese. Puna është që Evropa nuk kupton një gjë, që Gjermania ka hedhur një teori e cila supozon që mbas 10-12 vjetësh Gjermania të kthehet në një superfuqi ushtarake në Evropë. Dhe tani politikanët e Gjermanisë po mendojnë që në 2039 Gjermania të dalë një shtet me një mbrojtje të pavarur. Ashtu. Kështu po e deklarojnë politikanët gjermanë. Domethënë do bëjnë investime të tilla që të kthejë Gjermania mbrojtjen e vet ta sigurojë në mënyrë të pavarur nga të tjerët. Mirë, kjo duket si një gjë e bukur e mirë, por shikojmë një gjë këtu mbrapa kësaj, që politika e Evropës nuk e kupton fare. 2039 është 100 vjetori i fillimit të luftës së dytë botërore. Pra, Gjermania do armatoset, do përgatitet, e tjera, në 2039 të jetë një superfuqi në Evropë që të bëj ligjin. Pra pas pushtimit ekonomik, të jetë gati dhe pushtimin ushtarake. Dhe pushtimin ushtarak. Dhe politika e Evropës as se ka vënë ujë në zjarr në këtë drejtim me këto ide që po çakullojnë në Gjermani. A do bëjnë realitet? A mund të jenë vetëm llafe politikanësh lart poshtë, por duhen mbajtur me seriozitet. Prandaj,
Trumpi me lëvizjen që po bën duke të hequr trupa në Gjermani e pastaj ndofte i tërheqë dhe nga këto vendet e tjera, bën një presion politik mbi Evropën. Me supozimin që ju do investoni në drejtim të mbrojtjes kolektive, apo do ngeleni ashtu që ta zgjidhni vetë këtë problemin e mbrojtjes. Tani dalin dy çështje për Evropën dhe për NATO. Çështja e parë është që Evropa do organizojë një mbrojtje të kontinentit në mënyrë të pavarur nga Amerika. Çështja e parë. Dhe çështja e dytë është që meqense kemi këtë mekanizëm që është NATO-a, të mund të ritransformohet, të riformohet, të marrë detyra të tjera, të riorganizohet, por me praninë e Amerikës, se Evropa nuk e vendot këtë. Për çështjen e parë që të bëjë një mbrojtje të pavarur, Evropa është larg akoma. U duket kështu në teori sikur është e bukur e mirë kjo, që të organizojë një sistem të pavarur të mbrojtjes së kontinentit, por realizimi praktik i saj uniteti është shumë i vështirë. Si janë sot nuk janë nesër. Është i pamundur sepse politika e Evropës është e tillë që njëri i bie gojës e tjetri patkojit. Domethënë nuk janë dy udhëheqës shteti që të bien në një mendje. Po te nga Bondstilli mundet të ketë një tërheqje trupash? Trumpi është shumë i qartë në këtë drejtim. Vetë ai sekretari Mark Rutte, i sekretari përgjithshëm i NATO-s, e tha, ua kemi dhënë mesazhin Evropës. E kanë marrë mesazhin dhe duhet ta kuptojnë. Nëse nuk e kuptojnë, atëherë Trumpi do vazhdojë tërheqjen e trupave sepse thot ai nuk mund të investojë tani për këta evropianët që nuk duan të hedhin asnjë lek në Europa, shampanjë, verë shampanjë. Pra, kështu që dy rrugë i kanë ngel Evropës, të ngrërë një ushtri të përbashkët ose në një tip federate ushtarake për mbrojtjen e kontinentit, gjë që mua më duket e pamundur me to mend që ka sot Evropa, ose të riorganizojë NATO në një drejtim tjetër ku prania e Amerikës do të jetë, po do jetë në një shkallë më të reduktuar, me një riorganizim, me një ristrukturim të NATO-s, kjo mund të ngelet si mekanizm i mbrojtjes kolektive të Evropës. Dhe presioni që bën Trumpi është ky, doni kështu që të arrijmë në këtë përfundim, të bëjmë një marrëveshje dhe politika evropiane këtu do përfundojë. Le të se shton ata lart e poshtë ndaj gëteja. Ata s'kan kënd që për të kundërshtuar sepse s'kan asnjë mundësi mbrojtje. Mbrojtja bie, vendet balltike janë të çorganizuara komplet dhe i ka kapur paniku në këtë moment që po diskutojmë neve, ata janë në një panik sepse rusi mund të vinë në çdo moment edhe t'i përlajë ata aty, plus këto koloni e tjera që e kanë psuar këtë në luftën e dytë botërore dhe këta janë të pothuajse të merruar në këtë moment. Mund të rri Spanja që është një çik larg këtyre problemeve, apo Franca deri në farë vendi, por vendet e tjera e shikojnë perspektivën me pikë pyetje të madhe. Kështu që